asaj observimeve dhe studimit të Doandanit, ai vë në dukje dhe nëse për shembull shkojmë me kamera dhe i shohim dhe prandaj janë vendosur dhe vitet kur këto imazhe janë prodhuar, është që periudha e parë, le të themi 45, 46, gjerë diku te vitet 60, si thuash, objekti goditjes nuk është mirëfilli ose drejt për drejt feja, sesa janë klerikët. Pra, klerikët janë mashtrues, janë grykës, janë intrigant, ato ndjellin përçarje, por është kleriku. Pra nuk kemi gjë me Zotin, nuk kemi gjë me fenë. Akoma nuk ka filluar të jetë. Po këta persona mos i dëgjoni sepse janë. Pra është humbje e kredibilitetit të figurave fetare. Nga vitet 60 dhe mëtej, pastaj kjo ndryshon, duke qenë feja në mënyrë primare objekti i sulmeve. Mbas viteve 67, tutje në mesi vitet 70, pastaj objekti goditjes në ato që quhen zakonet prapanike, pra të prapambetura. Pra ne kemi, ideja ishte që ne kemi tejkaluar këtë stadin e këtyre bullaligjeve të fesë, po tani ne duhet të, si thuash, t'i kushtojmë vëmendje njerëzve që akoma kanë ndonjë lloj mbetje ideologjike. Pra sigurisht që ka pasur një lloj gradualiteti.